Aurel Hagaçi ndezi zemrat e Gjirokastrës me një koncert madhështor në sheshin Çerçis Topull, duke e kthyer mbrëmjen në një fest të vërtet muzike dhe emocionesh. Me performancën e saj të fuqishme dhe zërin unik, ajo interpretoi këngët më të dashura për publikun, të cilat u kënduan një zëri nga qindra qytetarë dhe vizitorë të ardhur nga çdo anë. Sheshi ishte i mbushur plot, atmosfera elektrizuese dhe energjia pozitive ndjej në çdo cep. Drita, duartrokitjet dhe ovacionet shoqëruan çdo interpretim, duke krijuar një lidhje të veçantë mes artistes dhe publikut. Këngëtarja shqiptare e preferuar. Një atmosferë shumë festive. Më pëlqen mënyra se si ka ritëm. Atmosfera është festive, shumë e bukur. Në Gjirokastër çdo gjë është më ndezur në to. Aurela pasaj normalisht me këngët e saj është gjithmonë një plus. Kam ardhur pikërisht për ta dëgjuar. Faleminderit gëzuar. Ndjem shumë mirë sepse është një atmosferë kaq e bukur. Shikosh rrugët plot, atmosfera e festave është shumë e bukur dhe mua më pëlqen shumë kur ka familje bashkë, kur ka njerëz bashkë, shoqëri bashkë. Unë edhe shtëpinë time në Tiranë, për shembull, nuk e kam nëpër Kodra, e kam aty mes njerëzve. Ashtu, gëzoj, më gëzon shpirti. Nga 110 si do ndjen sot gjirokastritët, me gjithë ato që do ndodh në skenë? Si do ndjen nga 110 a 11, pse 10? Faleminderit shumë, faleminderit, gëzuar. Ishte një mbrëmje magjike që do të mbetet gjatë në kujtesën e Gjirokastrës, një qytet që ditë festoi artin, muzikën dhe emocionin e vërtet.